أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد الله عز وجل falenderojm falën dhe ndihmën vetëm prej Tij e kërkojm paqja dhe bekimi Allahu qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër e të ndershme, shokët e tij të drejtë dhe besnik, dhe gjithë ata që rrugën e tij e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Dashur vëllezër, jemi falëndërues Allahut azza wa jall që na ka udhëzuar në Islam. Atij drejtohemi me madhrim dhe lartësim, atij lutemi dhe atë vetëm e adhurojmë, sepse është i vetmi që meriton një gjë të tillë, për shkak të madhërisë dhe madhështisë dhe sifateve të tij të përcosura që posedon. Ai është Zoti i gjithësisë, ai është krijuesi i çdo gjëje, ai është Zoti i melajkeve, Zoti i gjinëve dhe Zoti i gjitha botrave. Ai është Zoti i Arshit të Madh, ai është krijuesi i xhenetit dhe zjarrit dhe çdo gjëje tjetër në ekzistencë. Prandaj edhe meriton adhurimin ashtu siç i takon madhështisë së tij. E begatinë e udhëzimit njeriu nuk arrin me kuptu vetëm atëherë kur e sheh të kundërtën. Vetëm atëherë kur njeriu e sheh në çfarë gjendje kanë ra kategori të caktuar të njerëzve. Për me e përjetu mas miri do thot këtë begati, atëherë njeriu me shku diku me një vend ku të bohën njerëz shumë, njerëz të llojeve të ndryshme, ku mundet me pa do thot lloje të ndryshme të njerëzve, pra njerëz që pretendojnë se në Islam, njerëz që pretendojnë që në Sunnet, njerëz që në të jashtme duken shumë të kapur për dinin e Allahut azza wa jall, pastaj i sheh me veprimet e tyre duke shkelë, duke thyer normat e parimet esenciale të fesë. Pa i pa do thot gjitha këto, nuk e kupton njeriu begatin e udhëzimit. Prandaj nuk duhet njeriu me qëndru në atë farë zonën e tij komforte që e krijon me kalimin e kohës, me një shoqëri do thot muslimanësh, me një shoqëri kapën për sunetin inshallah, dhe me mendu do thot që kjo do më thënë është jeta, edhe me mendu që gjithë njerëzit janë kështu. E kur del jashtë kësaj zone komforti, kur del jashtë këtij rrethi që e ka kriju, pastaj e sheh do thot se çka ka në pjesën tjetër të botës. Dhe aty e kupton do thot se sa shumë duhet me falendëru Allahun azza wa jall që nuk e ka bë një prej të devijuarve, një prej atyre që ndoshta njëri mundet me menu që unë jam sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk mërzitet më tutje. Mendon që Allahu fuqiplot ja ka borxh këtë nimet, ja ka borxh këtë begati. Mendon që kjo begati ka me ndjek deri në fund të jetës. A veç pak kur e sheh do thot njerëz që mashtrohen pra me realitetin ku qëndrojnë, atëherë kupton se sa e rrezikshëm është çështja e devijimit, se për sa pak mundet njëri do thot me deviju. Prandaj duhet me ja përkujtuar njëri vetes në vazhdimsi këtë mirësi, këtë begati, me falendëru Allahun azza wa jall shumë që ka udhëzu, që ta ka mundësu me kuptu sunetin, me kuptu rëndësinë e namazit, me kuptu rëndësinë e kapjes për fejet Allahut azza wa jall. E pastaj përveç kuptimit ta ka mundësu edhe me i ndjek ato, me i pasu. E pjesë e falënderimit është që njeriu atë ditori që merr pastaj me praktiku
e pjesë në çmimin të begatisë është kur me gjithë atë që ke, prap vazhdon njeriu shkon e provon veten në për homnera të devijimit. E çon veten deri në qyshet homnerës, ha apo bi as po bi. E kjo pastaj është pjesë e përbuzjes së nimetit. Pjesë e përbuzjes. Allah azza wa jall ta ka mundsuar me kuptuar që kjo është rruga e drejtë, e njeriu me ndjeleh, njeriu do thot xahil, nëse me ecë në për çat rrugë, shkon në për çoshe të rrugës së drejtë, shkon në për çoshe të urës siratit, pra ku rrezikohet që me ra në grupe, në humnera të devijuara. Prandaj duhet me pas kujdes njeriu shumë, edhe mos me përbuz mirësinë e udhëzimit, por me u kap mirë për fetë Allahut azza wa jall, edhe me vazhdu rrugëtimin e tij drejt Allahut fuqiplot. Ne jemi tash sa kohë duke fol për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe takimi sotëm është tash takimi i parë mas 100 takime, domethënë takimi 101. Alhamdulillah. Dhe kemi arrit deri tek pjesa ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e çliroi Mekën e shenjtë, e çliroi Çabën e shenjtë nga pushtimi i mushrikëve, nga pushtimi i idhujtarëve, të cilët një vend shumë të shenjtë, një vend shumë të bekuar, e kishin shndruar në një grumbull fllëçtish të kufrit, në një grumbull fllëçtish të shirkut. E kishin të vu aty sa idhuj duke i bërë shirk Allahut azza wa jall, bashkë në atë vendin ku duhet me e madhru Allahun fuqiplot edhe duhet me njësu atë me ibadet, ata bashkë në qatë vend e bëjshin shirkun më të fllëçt edhe më të madh kashi krijuesit fuqiplot. Edhe ky çlirim parasi që kemi përmend ka qenë çlirimi më i madh në fytyrë tokës, çlirimi më i madh që është bën ndonjëherë i ndonjë vendi. Edhe kemi përmendur do të vlerën e madhe të këtij çlirimi, se kush e çliroi, për çka e çliroi, çfarë vani ke ky që e çliroi, edhe pastaj do thotë se si u manifestua ky çlirim tek muslimanët. Pastaj kemi përmendur se çysh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi e çliroi Çabën e majti një fjalim, do thotë tek banorët e Mekës, ku ja u shpjegoi disa gjana, ja u shpjegoi disa dispozita të fesë, për me ju tregu se çka është Islami dhe çka kërkon prej njerëzve. Pas kësaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë ditëve që qëndroi në Mekë, i bani edhe disa veprime të cilat lidhen shumë ngushtë me tauhidin e Allahut azza wa jall, shumë ngushtë me njësimin e Allahut fuqiplot në ibadet. Se tash e përmend do thotë që u çliru Çabja. Edhe pejgamberi alayhis salam i shkatroi idhujt që ishin në Çabë. Mirë po, halakish për rreth Mekës në vendbanimet e tjera, halakish disa stacione të kufrit të shirkut, të cilat me vite do thotë i kishin deviju njerëzit. Edhe e gjithë kjo luftë që bani pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë këtyre ditëve nuk ish as një tro i aspektit politik e as i aspektit të fanatizmit etnik, që ky më kthy në vendlindjen e vet në Mekë, mirë po qëllimi i vetëm ish feja Allahut fuqiplot, ish tauhidi i Allahut azza wa jall. Edhe këtë, do thotë veprimet që i ndërmerr gjatë këtyre ditëve e tregojnë këtë qëllim të pastër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pastaj vetë fakti që pejgamberi alayhis salam nuk qëndroi në Mekë, por vazhdoi u kthy në Medinë, sikurse çush i kishte premtuar pra ensarve, tregon që qëllimet e tij të çlirimit të Mekës nuk kishin të bëjnë me nacionalitetin edhe etnicitetin e prejardhjen e tij. Sepse kapja për prejardhje edhe fanatizmi në nacionalitet, kjo është punë e xahilietit.
Kjo është punë e xahilietit që nuk ka të bëjë me islamin e as me muslimanin. Prandaj do thotë muslimani duhet me u çliru prej zinxhirëve të tillë. Edhe i vetmi motor që e shtyn muslimanin me vepru apo me u ndalu me qenë feja e Allahut Azza wa Jall edhe tauhidi i Allahut fuqiplot. Jo qëllime të tjera. As mos më shty muslimanin që kur jep dikujt diçka me pas për qëllim këti pijap, se këto kanë vllat gjakut, kjo është shqiptar, pijap se është shqiptar, e ati tjetërit nuk jap se është i huj, i gjakit huj është. Nuk ban ky motor me funksionu të muslimanin. As fakti tjetër do thotë që këti i foli se është i gjakut tem, e ati si foli se nuk është i gjakut tem. As qëllime të tjera, madje edhe lufta që bëhet për çlirimin edhe mbrojtjen e vendit nuk bëhet me qëllime të nacionalitetit. As se si. Ai i cili vdes duke e mbrojt vendin e tij me motive të nacionalitetit, ai nuk vdes në rrugt të Allahut Azza wa Jall. Ai vdes hamiyeten që ka në për transmetime. Do thotë vdes me motive fanatizmi për vendin e tij. Po çysh, a nuk duhet njëri më çu me mbrojt vendin e vet? Po. Ama me motive fetare. Me motiv vetëm për faktin që Allahu Azza wa Jall na ka urdhëruar që me u përhap fjala e tij në çdo vend. E nëse çdo vend ku jetojmë na, si musliman, hyn dikush tjetër, një armik i islamit, e pushton, e merr, atëherë aty ka më ushu fjala e Allahut Azza wa Jall. Ky është motivi që duhet me shty pasaj çdo musliman me dhënë jetën e tij, me dar gjakun e tij për mbrojtjen e vendit. Mirë, po jo motive tjera. Jo për mbrojtje se këtë tokë na halën babë babgjysh këtu kanë jetu. Jo. Nëse është nevoja më çu këtë një tokë tjetër diku me mbrojt, vetëm për motivin që me triumfu fjala e Allahut Azza wa Jall aty në atë vend, atëherë një lëshon vendin e vet, shkon e mbron atë tokën tjetër. Duke pas parasysh që këtë vendin që po e lëshon, ka kush e mbron që në atë vend me vazhdu me u përmend fjala e Allahut Azza wa Jall. Prandaj do thotë këto veprimet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam neve na bën të qartë që nuk ka fanatizëm të asnjë lloji në Islam. I vetmi fanatizëm që lejohet është fanatizmi për fenë e Allahut Azza wa Jall, fanatizmi për dashurinë e imanit, fanatizmi për vllaznillakun e Islamit. Vetëm ky fanatizëm lejohet. Çdo fanatizëm tjetër që ka të bëjë me kabile, që ka të bëjë me ngjyra të lëkurës, pra me raca, çdo fanatizëm që ka të bëjë me statusin shoqëror, apo me statusin ekonomik, apo me nacionalitetin, apo me prejardhen, çka do të qoftë fanatizëm tjetër, apo me ideologji të ndryshme, me mëdhëpe të ndryshme, nuk lejohen, edhe gjitha ato Islami i ka qit poshtë, edhe e ka vendosur si parim që fanatizmi i vetëm që lejohet është fanatizmi për hir të Allahut Azza wa Jall. Atëherë ajo është e lavdruar dhe çdo gjë tjetër përveç kësaj është e nënçmuar, edhe pastaj si vepër e nënçmuar ose çortohet, ose dënohet, ose mund të me përfundua dhe me dalë prej dinit. Allahu na ruaj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në gjatë qëndrimit të tij, do thotë në Mekë, pra qëndrimi i tij zgjati diku 19 ditë. Zgjati qëndrimi i tij 19 ditë. Ka disa transmetime që përmend 18, disa 17, por kjo ka të bëjë vetëm thjesht me kalkulimin e ditëve që e kanë bërë njerëzit. Pra dikush e ka llogarit ditën e shkuarjes dhe ditën e largimit. Ka thënë tazëm 19 ditë. Dikush tjetër ka thënë 18, se ka llogarit ditën e largimit. Dikush tjetër ka thënë 17 ditë, se ditën e shkuarjes dhe ditën e largimit se ka llogarit vetëm ditët që ka qëndruar ditët e plota në Mekë. Do të thotë ka transmetime të ndryshme, mirë po sillet çati parë, 17, 18, 19, parafarsisht kaq ditë ka qëndruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë duke do të thotë gjatë kohës së çlirimit të Mekës. Gjatë këtyre 19 ditëve, transmeton Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdoi në 19 ditë duke shkurtuar namazin.
namazin duke e shkurtu sikur se qysh e shkurton udhëtari. Parashtrohet pyetja, a nuk është, do thot, sipas dispozitave fetare që kush shndron me një vend më shumë se 4 ditë, atëherë nuk i lejohet shkurtimi edhe bashkimi i namazeve. Po, do thot, ashtu është që kush shndron me një vend më shumë se 4 ditë, nuk i lejohet shkurtimi edhe bashkimi i namazeve. Megjithse në këtë mesele pastaj ka khilaf, ka disa që kanë thënë 15 ditë, disa që kanë thënë 17 ditë, disa kanë thënë 19 ditë, nëse qëndron njeriu i lejohet me shkurtu namazin. Mirë, pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu ka qëndruar 19 ditë e ka vazhduar duke shkurtuar namazin? Kjo është në atë rast do thotë njeriu kur ndodhet në tokën e armikut. Edhe kur ndodhet në tokën e armikut, asnjëherë nuk e din se sa ka më qëndruar aty. Edhe ai 4 ditë që përmendet, ajo është kur njeriu e din sigurt se ka më qëndruar me një vend. Ama nëse shkon me një vend, edhe nuk e din sigurt sa ka më qëndruar, a ka më qëndruar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nuk e din, ka mundësi para 3 ditë ec. Ka mundësi 10 ditë në alet aty. Në rastin e tillë, atëherë njeriu vazhdon duke e shkurtuar namazin e tij. Sepse nuk ka vendos se sa ka më nejt. Do thotë, gjendja e tij është e tillë që ai nuk e din kur ka më lëviz. Edhe si shembull, dietarët e kanë përmendur, do thotë, kur njeriu është në tokën e armikut, ti po shkon me çliru një vend, atash nuk e din ti sa ka më zgjat çajo luftë. Ndoshta ka mundësi për një ditë çlirohet edhe u kry i vendos, do thotë, ushtarë që kanë me qëndru aty për me majtë sigurinë matutje, edhe pjesa tjetër e ushtrisë kthehen. Do thotë, mrena 2 dite kryet kjo punë krejt. Po ka mundësi monet me zgjat luftimet për çlirim 1 muaj. E 1 muaj duhet me shkurtu, do thotë, duhet me vazhdu duke shkurtu namazin. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do thotë, në ditën e çlirimit ka qenë në gjendje të këtillë. Nuk është ditë sa ka me qëndru. Sepse mas kësaj u prit që me shku diku tjetër me vazhdu me atfar zinxhirin e çlirimeve. Tash e çliroi Mekën, pastaj u prit me shku diku tjetër për me vazhdu zinxhirin e çlirimeve. Edhe vetë, do thotë, punët që i bani gjatë këtynve 19 ditëve pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sa qëndroi në Mekë, na tregon faktin që ka qenë, do thotë, në një territor armiku, edhe nuk është ditë se sa do të qëndroj. Gjatë këtyre ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u angazhu shumë që muslimanëve të ri me jau mbjell, do thot, akiden edhe besimin e pastër në zemrat të tyre, tauhidin e Allahut azza wa jall, dhe me jau tregu, do thot, dispozitat e fesë, çështjet e namazit, çështjet e agjërimit, zakatit e kështu me radhë. Pastaj e dërgoi edhe Tamim ibn Usaidin al-Khuzai për me i ripërtri ato far kufit e Mekës, sepse do thot dihet që Meka ka qenë e shenjtë prej kohës Ibrahimit alayhis salam. Edhe janë ato kufit se do thot cili është territori që llogaritet i shenjtë, sikurse që shën në Medinë. Në ditë sodit kur të shkon në Mekë edhe në Medinë, për radhë do thot që ti kufinit të shenjtërisë janë do far objektet ndërtuar si në formë harku me maje nalt, të cilat shënojnë se çaty është pjesë e kufinit të haremit, pa e vendit të shenjtë. Çashtu është Mekë, çashtu është në Medinë, vetëm se në Medinë do territori është më i rrafshtë, më lehtë vrehen, kurse në Mekë territori është me kodra shumë, ka mundesh me pa një nal diku me një kodër, një poshtë, një është pak më vështirë do thotë me i vrejt. Edhe dërgon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Tamim ibn Usaidin që me i ripërtrit çdo kufite Mekës për mos me u harru, me u ditë që cilat janë pjesë e shenjtëruara të Mekës, për shkak se nga çata kufi varen pasaj dispozita sheriatike. Në dispozita sheriatike ku zguxon mbrana këtyre kufive me bolov, zguxon me bogjueti, me vra kafsh, me
shkull domethënë pem e kështu me radhë. Do thotë ka dispozita, për atë e dërgoi sahabiu në ndershëm që me i ripërtri këta kufi. Gjatë këtyre ditëve pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ndërmori një veprim që thash do thotë në vendbanimet jashtë Mekës, po që kishin lidhje me Mekën, për me ja ungulit njerëzve në zemër tauhidin edhe me ja fshi do thotë ato farë gjurmë të shirkut. Me ja fshi gjurmë të shirkut. Edhe dim shumë mirë që banorët e Mekës dhe rrethinës së Mekës i kanë adhuru 3 idhuj kryesor. 3 idhuj kryesor të cilët nuk kanë qenë në Mekë, por kanë qenë jashtë Mekës. Emrat të cilëve Allah azza wa jalla i ka përmend edhe në Kur'an. Pra, afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata ath-thalithata al-ukhra. A keni pa Latin dhe Uzan dhe Manatin të tretin e treve. Këta kanë qenë 3 idhuj që banorët e Mekës i kanë adhuru. Ka qenë do thotë Lati, Uzaja edhe Menati. Dhe të 3 këta kanë ardhur do thotë si pasojë e bestytnive të në të kaluarën. Përmendet thotë që emri Lat, që u bë si idhull, ka ardhur për një personi i cili ka bë mirë. Ka qenë do thotë një person në krahinën e fisit Thaqif, pra në Taif, i cili ju ka shërby haxhilerëve. Edhe ja u ka përgatit do thot një lloj ushqimi realisht çervish, do thot ju ka përgatit çervish haxhive, arabisht quhet sawiq, ku merret do thot ky far milli edhe përzihet me ujë, edhe kanë bërë për me hangër, do të fjala është për çervishin. E ky ju ka shërby haxhive me çet ushqim. E ka përgatit kushdo që ka ardhur, ka kalu aty pari, ky ka gostit me çet ushqim. E kjo ka qenë një punë e madhe, sepse dihet në atë kohë do thotë vështirësia e udhëtimit e kështu me radhë, e kjo ka qenë një punë e madhe. Mirë, po pas vdekjes tij, njerëzit çka kanë bë? Kanë shkuar kanë marrë çat gurin, ku i ka vendosur ato ushqimet, edhe kanë çuar në një vend, e ka nis fillimisht me rujt atë gurin se më thënë si monument që quajmë në atash, më thënë si shaj e një punë të mirë. Me kalimin e kohës dikush pastaj ka nis, çka më thënë, sikurse çish bëjnë njerëzit e ndit sotit, me çu me lënë diçka aty. Pastaj ka nis njerëzit edhe me bë ibadet të ajver, e pastaj dikush ka nis edhe me adhuru çat guri. Edhe kanë quajtur do thotë këto Lat. Se arabisht jelut të sawiq i bjen me enjom çervishin. Se çervishin nëse e lanë që ashtu mas një kohë terët. Don ai ujë që është në ta, avullohet terët. Mbetet don mill i terën. Veç me çit pak ujë me përzi, ai apet botin njom për me përdor. E ky çet punë ka bë. E ka njom çervishin për haxhiler. Arabisht i thon latta yaluttu. A peqë sa fjalë pastaj kanë marrë edhe emrin Lat. Don ai i cili e njom çervishin. Do thot, pa pe një njeri që u kanë të bërë një punë të hajrit, një punë të mirë, e kanë shndruar në një tagut, në një idhull. Ama nëpërmjet çtyre formave. Para do thot shariati islam i ka ndalu këto lloj madhrimesh. Ani dikush ka bërë një vepër të mirë, okay, ka ra domethën shahid, ka ra dëshmor për çlirimin e një vendi ose ka bërë një punë të madhe, ka ndihmuar shumë njerëz. Ama nuk lejohet, nuk e ka leju shariati që atimi ndërtu bust, që atimi vendos piktura, që ato me madhrun këtë forma. Sepse vjen puna pastaj, i bin sejdë, mas disa gjeneratave i bin sejdë. Nuk është shumë mendsh për shembull, mas disa gjeneratave mu çu njerëzit, sikurse tash që madhrojnë gabimisht Adem Jasharin, po flas e madhrojnë gabimisht në aspektin që vendosin të çfarë fotografishe bëjnë buste sene. E më thënë njerëzit mos e bani brakat se kjo shndrohet në shirk, thënë ja
Qysh, në shekullin 21 dikush më çu më marr me adhuru një pikturë ose me një statuj, thot na jemi dele. O ti si e dele, po vin mas disa vite do gjenerata të cilat mendojnë që ky ka qenë, do thot njeri që adhurohet. Njeri që adhurohet. Qysh ardh puna do thot që njerëzit me adhuru për shkak të tyrbe të ndryshme. Ai u kon një njeri ku be di. Çka u kon? Tani mas disa kohrave duke madhru vine deri tek adhurimi i tij. E shariati do thotë i ka ndalu këto gjëra. Se këto janë ura që çojnë në shirk pastaj. Për ato është do thotë ky personi, ky idhull është Allat. Allat. Pastaj ka qenë do thotë idhulli tjetër që kanë adhuru Al-Uzza. Al-Uzza. Kjo ka qenë do thotë disa gur ose pem që i kanë adhuru me mendimin se ato sjellin bereqet, edhe menati ka qenë i tillë, domethënë njëri ka shkuar i ka marr i ka pa do thotë që në Mekë Kurejsht e kanë Safën e Merven apo bojnë tavafën me stënve, edhe kanë çabën e shenjtë tek e cila po sillen, ky ka shkuar ka marr një guri të Safa, një guri të Merva, një guri tjetër i ka tubu disa gur, i ka çuar në vend të fisi i vet, ju ka thënë që Kurejsht e kanë Safën e Merven edhe çabën e tyre, na e kena këtu një zot, dhe ja kanë nis me adhuru, edhe ky është do thotë menati. Pastaj ka disa teori të këto, tek emrat e këtyre, kanë thënë disa dietarë se Allat vjen prej emrit Ilah. Fjala Allat vjen prej emrit Allahut Azza wa Jall Ilah, që do thot Zot. E pastaj këtë e kanë shkëqit prej kësaj. Uzza kanë thënë vjen prej emrit Aziz, i plot fuqishëm. E kanë nxjerr do thot prej këtij emri, edhe Manat e kanë nxjerr prej emrit Al-Mannan, ai i cili jep edhe dhuron. Jep edhe dhuron. Pastaj e kanë shkëqit këtë emën edhe kanë formuar një idhull që kanë gjuajtur me emrin Manat. Do thotë këta tre idhuj kanë ekzistuar në afërsi të Mekës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dashur domethënë që ky për më me qenë një çlirim i vërtet. Jo thjesht peshlerojnë çaban edhe pithejnë çta idhuj edhe tjerë le të bëjnë çka doin. Jo. Tauhidi Allahut Azza wa Jall do të më përhap në gjithë tokën, deri atje ku është e mundshme. Edhe para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka urdhëruar, pra e ka shty një person që me dalë në rrugë të Mekës edhe me thirrë me Zot të Madh, me thënë men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yada' fi baytihi sanaman illa kasarahu. Ai i cili beson Allahun dhe ditën e Kiametit, mos ta laj në shtëpinë e tij asnjë idhuj përveç se me e thy e me e shkatru. Kjo ka qenë do thot për në Mekë, që edhe në për shtëpitë e veta ku shikon njerëzit, gjithë me i eliminua, me i asgjësu. Pastaj te këto idhujt e tjerë që i përmendëm, këto tre kryesorët, Lati, Uzaja, Menati, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë te këta do thot ekspedita të vogla ushtarake, pra batalione të vogla ushtarake që me shku me i shkatrua dhe me i asgjësu. Tek idhulli Manat, i cili ka qenë në vendin e quajtur Mushallal, do thot në afërsi të Mekës, e çon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Sa'd ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu me 20 kalorës. Do thot 20 sahabe kalorës që me shku tek vendi Mushallal për me e rrëzua dhe me e thy idhullin Manat. Kjo ndodh në datën 24 të muajit Ramazan të vitit të 8 të Hijretit. Me 24 Ramazan të vitit të 8 të Hijretit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e çon Sa'd ibn Zaidin tek Menati për shkatrimin e tij. Kur shkon atje Sa'di radhiyallahu ta'ala anhu e takon do të thotë atë shërbëtorin e idhullit, i cili e pyet ma turid,
çka po do shokjar këtu? Ai thot, ku marr me shkatru menatin. Ai thot, okay, vazhdo pra. Me bindjen e tij që tash menati s'ka me leju kët me bë diçka një gjë të tillë. Çfarë do të thonë kanë pas atë far bindjen në zotrat të tyre. Ai shkon Saadi radiallahu ta'ala anhu, duke i afrohet do thot vendit ku ka qenë menati, pa prit mas aty i del një shejtan ndoshta, do thot në formën e një gruaje të zezë me flokë do të thonë të shprishura, të lshume, edhe e zhveshur totalisht. I del përpara duke thirrë me mallkime, duke të mshu gjoksit, të mshu vetes vet, që për veprimin çka është i desh me bë Saadi radiallahu ta'ala anhu. Kur e sheh ky shërptori një gjë të tillë, i drejtohet asaj i thot menatu dunaki ba'du ghadabatiki. I thot menati ka me qenë do thot në mbrojtjen tënde. Ama Saadi radiallahu ta'ala anhu i afrohet asaj, e nxjerr shpatën edhe i mshon shpatë dhe e vret në vend. Pastaj shkon me shokët e tij tek idhulli që ka ndërtu edhe e shkatron domethënë totalisht, pastaj kthehet te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe e njofton për suksesin e tij. Do thotë ka që thjesht ka qenë një shkatrim i tillë. Pas kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e çon tek idhulli tjetër, tek Uzaja, e çon sahabiun e ndershëm Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu, të cilit pashtu e jep një 30 kalorës prej sahabeve në ditën e nesërme, me 25 Ramazan. Ajo para ke 24, kjo me 25 Ramazan të vitit të 8 të hijretit, edhe shkon Khalid ibn al-Walid tek vendi i quajtur Nakhla, edhe Uzaja ka qenë ai far idhulli më i madh ndër gjithë. Në gjithë këta. Lati, Uzaja menati, Uzaja ka qenë më i madh ndër gjithë. Dhe shkon Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu, edhe e sheh që ka qenë i ndërtuar, do thot Uzaja mbi 3 trupa të një pemë të quajtur Samarat, do të Samra. Ka qenë një pemë e quajtur Samra, dhe mbi ta ka qenë ndërtuar idhulli i tyre. Shkon i prend do thot këto pemë dhe rrezon atë far shtëpinë ku kanë përdor për adhurim, kthehet te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai tregon se çka ka bë. Mirë, po pejgamberi alaihi wasallam i thot Khalid, thot irji fa innaka lam tasna shay'an. Thot ktheu një herë se sen s'ke bë. Ktheu një herë se ka hala diçka që është ai far thelbi i idhullit që hala se nuk i ki shkatru. Kthehet Khalid radiallahu ta'ala anhu, kur e shohin do thot ata far shërptort, me njëherë ja nisin mi bë do thot rezistencë Khalidit radiallahu ta'ala anhu, dhe Khalid nuk ndalet, pastaj ata largohen në një kodrin, ja nisin me thirr ja Uzza, dohen me lut Zotin, klapa Zotin e tënve, që me i shpëtu. Atë moment edhe Khalidit do thot i paraqitet njëjtë, i del një grua e zhveshur komplet me flokë domethënë të lshume të poshtë, ty e gjujt dheun mbi kokën e vet. Sipas një transmetimi, u kon Khalid radiallahu ta'ala anhu me një sopat duke e pre domethënë rrojtë asaj pemë, edhe pe aty shfaqet kjo gru, do thotë sipas transmetimit kjo ka qenë një shejtan i formsuar në formën e kësaj gruaje. Pra, gjitha këto, ai far kryesori që i nxit edhe iniciatori i ides kësaj, padyshim që është Iblisi la'natullahi alayh. Sepse është ajo far lufta e tij kundra bijve të Ademit alayhis salam, që me bot çmos me marr sa më shumë njerëz në xhehenam me veti.
Sa e din do thotë që Allah azza wa jall ja ka shkruar xehramin. Edhe para ti ka thënë Allahu të fuqiplot që jepum kohë den kiamet me ç't shpresë, që sa më shumë me marr njerëz mas vetes. Edhe në vendet e këtilla për mi friksu njerëzit, për me i mashtru njerëzit, pastaj lën shejtan. Sikurse ajo para që përmendëm tek Menati ka qenë një shejtan i frymësuar në atë formë. Edhe këtu te Uzaja një shejtan do thotë ka dalë i frymësuar në atë formë që me i friksu, u mundu me i friksu do thotë Khalidin radiallahu ta'ala anhu edhe shokët e tij. Mirë për Khalid radiallahu ta'ala anhu e që drejtohet e nxerr shpatën edhe e vret, pastaj ja thot disa fjalë poshtrimi. Kthehet te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tregon, e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot tilka al-uzza, thot çajo ka qenë Uzaja e vërtet. Çajo ka qenë Uzaja e vërtet. Do thot çaj shejtan që ki vra, çaj kon Uzaja i vërtet. Për atë kanë e parë kur e prishit do thot atfar pemën edhe shtëpinë e adhurimit, i tha sa s'ke bë. Se realisht halakun shejtanin të që do të i kishë rikthy njerëzit me rindërtu tempullin. E kur shkoi për zytje edhe eliminoi do thot atë shejtan, atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha se kjo është tilka al-uzza, ajo ka qenë Uzaja. Dhe vendi i tretë ku e çoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shkatrimin e idhullit ka qenë idhulli Suwa'a, që e çoi Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu për shkatrimin e këtij idhulli. Dhe ky idhull ka qenë në vendin e quajtur Ruhat. Që ka qenë parasisht 3 milje larg Mekës, në një vend të quajtur Yambu'. Jo ky Yambu' që është sot, po atëherë ka qenë një vend i quajtur Yambu'. Se tash Yambu' që është sot është më afër Medinës, ndërsa është goxha larg prej Mekës. Thot Amri radiallahu ta'ala anhu, thot kur shkova arrita domethënë atje, e pash atfar shërbëtorin e idhullit, i cili më tha ku e të shku, ai tregova thashë më ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me e shkatru këtë idhull. Edhe ai më tha la taqdiru ala dhalik. Tha nuk mundesh me bëni gjë të tillë. I thash pse? Sepse tha kjo mbrohet. Edhe ka mundësi sigurisht që këta kanë përjetuar një gjë të tillë. Domthonë njerëzit që e kanë adhuruar idhull, se sikurse që e përmendëm, aty ka pas punë edhe shejtant. Edhe sikurse rastet e këtyre shehlerëve të devijuar që i friksojnë njerëzit, edhe këta bën taguta në veti që ju thënë njerëzit që unë e di çka bani ju në shtëpi, e tani ja ushtin njerëzve frikën, sikurse ju tuten shehlerëve të vet, sikurse Allahu azza wa jall. Realisht më shumë ju tuten shehlerëve se Allahu të fuqiplot. Kurse nisht ju thon s'pe boj që të punë se më sheh Zoti. Ja thot s'pe boj që të punë se më sheh shehi. Omnin shehi. Edhe mendimet mundohen mi nale mi fsheh se shehi i din masni. E kjo është shirku i pastër, tamam shirku i pastër. Se me natë shmëri që to duhet me pas vetëm ndaj Allahut fuqiplot. Se njerëzit e dinë që s'monën më ta ditë çka mendon ti mrena. Nuk mundet më të pa njëri çka bën ti në fshehtësi. Me një dhomë ku je mbyllur, edhe zguxon me thënë fjalë që e shajnë shehin ose poshtrojnë shehin se thot omnin shehi. E çish pani ka shehi? A është njëri pe gjaku edhe pe mishi po? Ti apo morësh me një dikon 1 kilometër larg? Jo. E pse shehi po buj ka më të një? Ata do më thënë janë shejatin, janë shejtan që punojnë me shejtan. Shejtan pe njerëzve që punojnë me shejtan pe gjinëve. Edhe i shpërndan ata shejtan pe gjinëve, ata i përgjojnë njerëzit, ata në shkoni kallzon, thot filani ka thënë çështu, filani ka thënë çështu. Nuk e veç e thjesht, ka thënë ti çështu? Ai thot po, Ahmet. Ai ashtin frikën. Mendon që për një më shehu vet penin. E kjo domethënë është forma qysh funksionojnë shejtant pe njerëzve, do thot shejtant e këtill pe njerëzve, edhe shejtant pe xhinnëve. Ai thot pse nuk muj me shkatru, sepse thot kjo është në mbrojtje, e mbron dikush. Pastaj thot Amri i thash hatta al-ana anta fi al-batil wayhak wa hal yasma'u aw yubsir. Thot edhe çtash në çdo rast në çdo momente hala po vazhdon më kanë devijima,
mirë ti, thot pa çka mendon thot, a mundet me pa dhe me dëgju ky idhull, edhe ai met. Nuk din domethënë çka më thën. E shkon do thot Amri radiallahu ta'ala anhu dhe e then domethënë idhullin e shkatron, ndërsa shëptori veç metet të këshyr. Kur e shat do thot që shkatrohet i këtë komplet. Amri ja bën thot kejfa ra'ejt, thot çka po mënon tash? Thot aslamtu lillah. Thot që tash pi dorëzon Allahut azza wa jalla. Thot se e pa që ky për një është një gënjeshtër, një idhull i ndërtuar prej gurve ose prej lloqe ose prej drunjve që do thot nuk bën as dëm as dobi, as nuk sheh, as nuk dëgjon, as kurrë hiç. Edhe deri tash ka qenë në batil, në devijim, në humbje, në mashtrim. E kur e pa do thot që idhulli nuk reagoi kurrë, atëherë tash tha i nënshtrona vetëm Allahut azza wa jalla. Dhe aty do thot Amri radiallahu ta'ala anhu kthehet dhe i tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ngjarjen e tij. Do në gjitha këto që i bani pejgamberi alayhis salam kanë qenë për me çrënjos shirkun dhe çdo sen që ka lidhet me xahilietin, me çrënjos nga zemrat e njerëzve. Do thot me ja uheka tutën që e kanë pas për idhujve, me ja uheka ato fanatizma që e kanë pas më herët. Për me pas tauhidin e pastër, me pas imanin e besimin e pastër. Sa herë që përzihet diçka për fanatizmave jo islame, fanatizmave të xahilietit, çfarë do qofshin ato, sa më shumë që ka fanatizëm, çaq më pak ka iman. Sa më shumë që i lidhish gjanat me fanatizëm të nënçmuar, çaq më pak domethënë, çaq më shumë të humbet imani. Deri në atë pikën ku nëse e lidhish domethënë edhe jetën e çdo sen me fanatizmin, atëherë del një prej dinit të ukrit. Prandaj njëri do të më pas kujdes që me marr imanin e pastër, islamin e pastër, e jo me përzit do thot imanin e tij me fanatizma etnik, me fanatizma ku pe di, domethënë ideologjish e kështu me radhë. Pas kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgon Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu tek fisi Banu Judhayma. Do të thonë domethënë 19 ditëve në muajin Shawwal, pasi të përfundon për Ramazani, pejgamberi alayhis salam e dërgon Khalid ibn al-Walidin tek fisi Banu Judhayma, të cilët kanë jetuar domethënë në vendin Yalamlam. Do thotë Yalamlam ka qenë një vend banim i cili është llogarit edhe miqat i banorëve të Yemenit. Ata që kanë ardhur do thotë pe Yemenit tani për në Qabe me bo umre ose haqj, kur kanë mëri në Yalamlam, aty është desht me i vesh ihramat, edhe me hy në ihram, që është mikati. Mikati i Medines është Dhul Hulejfe, e cila është shumë në afërsitë Medines. Ndërsa mikati i banorëve dohen të anës shkajon ka ana e Yemenit, është vendi Yalamlam. Dhe aty mund marrë me tesha normal, këtë pandalesa pa kur gjë. Kur të vinë aty, tani do të mi vesh patjetër ihramat, edhe hyn në gjendjen e ihramit, e cila është një gjendje ku njerit i ndalohen disa gjana. I ndalohen disa gjana, sikurse dohen këputja e çimeve, prerja e thonjve, parfumosja, mbulimi i kokës e kështu me radhë, ato pastaj janë çështje tjera. Shkon Khalid ibn al-Walid tek fisi Banu Judhayma në Yalamlam për me i thirr në islam. Për me i thirr në islam mi u bo davet. Me veti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja jep 350 sahabe. 350 muhajir edhe ensar, edhe disa prej fisit Banu Sulaim. Muhajir, ensar, edhe disa prej fisit Banu Sulaim. Mirë po, kur ju bën davet do thot në islam, banorët e atij vendi të fisit Banu Judhayma nuk dinë me thënë eslemna, po jemi bo musliman. Mirë po thënë sabauna. E arabisht saba'a
i bjen dikush që del nga feja. Si ose në që thënë njëri ka bë kufër, ka dalë për fesë, arabisht do disa kanë përdorur termin saba'a. Sikurse që i kanë thënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam banorët e Mekës në fillim, i kanë thënë saba'ta, von e kilon fenë të parë tu. Ata kur ju ka ardhur Khalid ibn al-Walid, edhe ju ka bë davet në Islam, këto kanë ndeshur me pranu Islamin. Ama s'kan ditë çush mu shpreh. Ai kanë thënë saba'na. Kemi dalë për fesë të kalume, tash kemi hime një fetë tjetër. Çështu pi bjen. Ama Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu s'ka ditë me kuptu mirë shprehjen e tënve. Ka mendu që ata po refuzojnë me hyrë në Islam. Çka ban? Do thot janë nis domethënë me i vra disa prej tënve. Ju e urdhër ushtarëve që me i vra. Pastaj pjesën e tjetër i merr i burgos, i bën esira, edhe ja u shpërndan sahabët vet. Secilit ja jep kanë jesir. I majnë ata jesir, domethënë ashtu derisa vjen urdhri do thot pe Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu si komandant që ka qenë, që secili që ka jesirin e vet me vrah, me ekzekutu. Edhe aty ndodh pastaj një do thot një jo përçarje, po një mospajtim. Fisi Banu Sulejm që ishin bashkë me në ushtrinë e Khalidit i vrasin jesirët e vet. Ndërsa muhaxhirët e Ansar që ishin bashkë me Khalidin në ushtrinë e tij nalën, stopohen. Për tyre ka qenë edhe Abdullah ibn Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, i cili i drejtohet Khalidit i thot: "Wallahi la aqtulu asiri wa la yaqtulu rajulun min ashabi asirahu." Do të pash Allahun, unë jesirin tam nuk e vras. Edhe asnjëri prej shokëve të mi s'ka më guxuar me vrah jesirin e vet. Edhe i lshojnë gjithë. I lshojnë domethënë jesirët e tënve. Edhe kur arrin pastaj te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i tregojnë pejgamberit alayhis salam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ngrit durt ka qielli edhe i drejtohet Allahut azza wa jall me lutje, thot: "Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid." Dy herë. Do të Allah, unë distancohem prej veprimit që ka bë Khalidi. Ky ka qenë një veprim i gabueshëm. Thot, unë distancohem prej veprimit të Khalidit. Se unë s'ja kom dhënë këtë urdhër. Çështu pi bjen. Pra unë s'ja kom dhënë këtë urdhër Khalid. Edhe ai veproi një gjë të tillë me ijtihadin e tij. Sepse mendoj që ata s'po dojnë me hyrë në Islam. Edhe i vran domethënë një pjesë të fisit Banu Judhayme. Për pjesën çka u vran, do thotë që thash se fisi Banu Sulejm, të cilët ishin të rinë në Islam, i vran jesirët e tënve, për çet pjesë çka u vran pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i shpagoi jetët e tënve, ndërsa ata tjerë do thotë që muhaxhirët e Ansart i lirun, nuk refuzuan pra me i vra, shpëtun. Do të këtu e shohim një farë fiqhun edhe kuptimin e fesë që kanë pas muhaxhirët e Ansart në krahasim me muslimanët e ri. Muhaxhirët e Ansart i kanë kuptuar bazamentet e fesë. E para domethënë në një rast të tillë nuk ju kanë nënshtruar prisit tënve. Edhe do thotë nënshtrimi ndaj prisit është obligativ deri atëherë kur i bëhet gjunah Allahut fuqiplot. Nuk ka nënshtrim duke ju bërë gjunah Allahut azza wa jall. Këta kanë pa të thotë që vrasja këtyre me jesirve është e ndaluar sheriatikisht. S'ki arsyetim me i vrah këta. Prandaj edhe në tërhek. Dhe nuk ju kanë nënshtruar prisit të tënve. Kur ndodhi kjo, pastaj ndodhi një zank mes Khalid ibn al-Walid dhe Abdurrahman ibn Aufit radhiyallahu ta'ala anhuma. Ndodhi domethënë një mospajtim mes tyre, një zank. Edhe Abdurrahman ibn Aufi ju drejtu Khalid ibn al-Walid i tha: "Amilta bi amri al-jahiliyyati fi al-Islam." Ta peshosh akibo.
Tha ki bën një punë gjahiljetit duke qenë musliman. Punë gjahiljetit ki bën islam. Edhe Khalid ja ktheu tha innama tha'artu li abik. Tha one kum nxer hak për babën tan. Ai ja kthen thot po gënjen. Thot e ke vrasin e babait tim قد قتلت قاتل أبي ولكنك ثأرت بعمك الفاكه بن المغيرة. Ki vra do më thënë më herët vrasin e babait tim, ama thot ti ki marr hak për agjën tanë. Një agjë që vjen gjysh mas gjyshi, el-Fakih ibn al-Mughira. Aty janë do më thënë një zank shtyen me fjalë, i thënë njëri tjetrit do më thënë fjalë trona. Shkon Abdurrahman kur i thot realisht Khalid, ja thot do fjalë trona, e ofendon Abdurrahman ibn Aufin. Shkon Abdurrahman ibn Aufi te ankohet te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot tash këtu shohim atfar moralin e një sahabiu të vjetër edhe një sahabiu të ri. Abdurrahman ibn Aufi ka qenë pe sahabët të vjetër, jo pe 10 përgëzuar në xhennet. Nëse Khalid u bë musliman mas çlirim, do thot tek në fund, pak para çlirimit të Mekës. Edhe pse Khalid ibn al-Walid ja tha do fjalë trona, ofenduese, Abdurrahman ibn Aufi si ja ktheu. Ama shkoj me u anku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe një veprim i tillë. Domethënë këtu çka kemi? Abdurrahman ibn Aufi po shkon pi tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që Khalidi më ka thënë kështu. A llogaritet kjo bartje fjalësh? Jo, s'është llogarit. Sepse të prisi disa gjëra nuk llogariten që dikush më tut me thënë me shkru valla s'po shkoj me kallzu prisit se mos po bëj gibet. Jo, ose mos po bëj fjalë. Jo. Sepse kjo ka të bëjë me ose me gjykim, ose me rregullimin e shoqërisë, se nëse është një problematik në mesin e shoqërisë, atëherë kush mundet me zgjidh më së miri se prisi? Do të thonë patjetër duhet njerëzit me u drejtu te prisi për me e rregullu problematikën që ndodhet në shoqëri. Sikurse në këtë rastin pra që ndodhi mes Khalidit edhe Abdurrahman ibn Aufit. Shkoi tregoi Abdurrahmani pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhis salam ju drejtu Khalidit dhe i tha: "Ya Khalid, lima tu'dhi rajulan min ahli Badr?" O Khalid, pse peshqetson edhe pse peranon një njeri që ka qenë prej pjesëmarrësve në Bedër. Atyre që kanë luftuar në Bedër. Dihet që vlera e tyre ka qenë e madhe shumë. Tha law anfaqta mithla Uhud dhahaban lam tudrik amalahu. Tha dije mirë që edhe sikurse harxhosh ari sa komplet Uhudi, s'ki me mujt kur me mri veprën që ka bë Abdurrahman ibn Aufi. Uhudi dihet çfarë kodre është. Sa më thënë një 500 ndërtesa, ndoshta domethënë animia ku vedi. Është kodre e madhe shumë. Edhe e lartë edhe gjanë e gatë tëna. Me harxhu çaq ari për Khalidin, jo për dikën tjetër. Për Khalidin radiallahu ta'ala anhu, i cili u qytë shpate Allahut azza wa jall, nuk monët me mri vlerën e atënve çka kanë qenë para çlirimit të Mekës, sidomos atyre që kanë marrë pjesë në Bedër. Jemi të fol një krahasim mes dy sahabëve. E kush vjen mas sahabëve as ëndër së në shani gjë të tillë. Nëse një sahabi si kurse Khalid ibn al-Walid s'monet me mri veprën e vlerën e atyre që kanë qenë para çlirimit edhe që kanë marrë pjesë në Bedër e tjera, atëherë kush tjetër monet me ndru një gjë të tillë. Nëse Khalidit i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Ej, ki kujdes, mos më shqetëso sahabët e mi." Sepse sipas një transmetimi tjetër, i ka thënë la tasubbu ashabi, mos më shani, mos më shqetësoni sahabët e mi. Edhe ata që kanë qenë do thotë para çlirimit që kanë marrë pjesë në Bedër e Uhud, i ka thënë ashabi karshiktin e tjerëve. Sepse ata i ka pas më të afërt.
Mos gaboni me i shqetësu shokët e mi, sahabët e mi. Ç'tën ju ka thënë? Para më tash vjen dikush mas sahabëve. Qoftë, domethënë gjeneratat e para mas sahabëve, qoftë në shekullin ton, edhe munohet me fol për dikon pe sahabëve. Veç para më. Sikurse, domethënë shija të fliqt, Allahu i mallkov, domethënë gjithë ato që i shajnë edhe i rëndojnë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qohën edhe kanë shajnë Khalifët e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, Abu Bekrin edhe Omerin, Uthmanin edhe Aliun, nëse ata Aliun se shajnë. Ama i bjen me shatër thorazi. Dhe thot, i shajnë sahabët më të ndershëm, të përgëzumit me xhenet që vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe Allah azza wa jall, domethënë me dekret ja u kanë siguru atyve ja u kanë rezervu xhenetin në botën tjetër. Çfarë ta çohen në shaj? Pra domethënë ata janë shlirmësh me llogarit kriminalët më të fllitshëm në fytyrë të tokës. Këta njerëz të ndershëm do thotë me isha. Ose a dikush tjetër, pa marr parasysh kush do qoftë, me fol një fjalë që e përbuz, ose një fjalë që pak ja ul atfar nderin një sahabiu. Kështu që kanë përmend ulemajat e Ahlus Sunnetit, personi i tillë më veç i mshon X për katësisë ti në Ahlus Sunnet. Ai s'është Ahlus Sunnet. Kushdo që fol diçka për një sahabi, ky sahabia si ka kuptuar mirë meselet. Sikurse për Abu Hurajrën që kanë fol. Abu Hurajra veç ka ditë përmendshme mësu si ka kuptuar shumë mirë hadithet. Veç ka thonë që ashtu përmendsh, se po, domthonë hifzin e ka pas shumë të fortë, ama fikhin se ka pas të mirë. Abu Hurajra se pas ka pas fikhin e mirë, e ti mas 2-3 shekuj e fikhin e mira. Audhu billah. Ose domethënë që kanë thënë për Enes ibn Malikun, Enes ibn Maliku kur u plak ka dhënë fetva për menës vet. Kush po thot? Ai njeri që u njoft se nxjerr opinionet vetat duke kundërshtuar hadithet. U njoft me çetsen. E po thot për Enes ibn Malikun që ka shoshur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam gjatë gjithë kohës me dinase. Ka qenë shërbëtori pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për to po thot, ai kur u plak ka dhënë fetva për menës vet. Po dhe të kishë dhënë fetva për menës vet, ma afër fetvaja atij se sa kujt do tjetër mbas tij. Andaj kjo është budallaki. Çdo kush që flet diçka për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai veç ka përlyt veten e vet. Edhe ai automatikisht del pe Ahlus Sunnetit derisa nuk pendohet para të vepër që e ka bërë. Edhe i tillë as nuk thirret alim e as imam as kur gjë hiç. Andaj le të kenë kujdes ato që thonë se filani imam s'diçka. Imam filani, filan dietari, a kur e shën anën tjetër ky e shon fol për sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Është mëkat me çujt ata imam, është mëkat me çujt ata dietar. Ata po janë imam të kufrit, janë imam të bidatit, janë imam të ideologjive të ndryshme, ama imam të sunetit s'në bëhen. Se për me ardhjet e sunetit dosh me kalu në për sahabe. E s'ky që kalon në për sahabe duke fol keq për sahabët. Andaj duhet me pas kujdes. E pejgamberi asha me këtë fjalë tronë ju drejtu Khalid ibn al-Walidit që ti edhe me harxhu ari sa komplet kodra Uhudit s'në barazohesh me punën e tënve. Pastaj Khalid radhiyallahu ta'ala anhu i tha ja Rasulullah, yaqa'una fiyya fa arud alayhim. Ata do thot po folin për mu, andaj unë u kthej. Do thot këtë çka jam duke e bë, thot jam duke e bë vetëm për me mbrojt veten time. U arsyetu domethën Khalid radhiyallahu ta'ala anhu. Atëherë pejgamberi alayhis salam e boni edhe një çortim, domethën kushtimisht. Ju tha sahabë, tha la tu'dhu Khalidan. Mos e ranoni Khalidin. Mos e shqetësoni Khalidin. Fa innahu sayfun min suyufi Allahi sabbahu Allahu ala al-kuffar. Sepse ajo është një shpat prej shpatave të Allahut që Allah azza wa jall e ka derdhë mbi kufart, mbi qafirët. Do thot e mbrojti edhe Abdurrahman ibn Aufin edhe Khalidin. A mundet më kanë dy persona nëse po gabojnë ndaj njëri tjetrit, të dytë më kanë të mbrojtur po. Të dytë kanë shëntri po. A më mundet me gabu diçka në mes tyre? Po.
Po prap, nëse njëri domethënë ka drejt, nuk i humbet shëntria këtij tjetrit që tash ky gabojti, tash to mole shaje, çka të mund është thuj. Jo, ka gabu. Ato gjëra që llogaritën gabim, se do ka njëri përzin bidatin ta shtin te gabimi, thot po shiqave ky ka bëj ijtihad, ka gabu. Po zot nis, ka te bidati ka bëj ijtihad, ka gabu. Se bidati lind mas sunetit. Don bidati lind te vani kur suneti. Hiqet në sunet, vendoset lind bidati. S'mundesh me thënë dikush, valla ka gabu te bidati. Po ke suneti, po. E pse se kape për suneti? Pse puçesish diçka tre në fetë Allahut azza wa jall. Kjo është problematika. Ndërsa ata të cilët realisht bëjnë veprime që në gabim, jo të kategorisë bidatit e tjera, ata arsyetohen. Edhe gabimi i tij nuk ta lejon ty që pastaj me prek nderin e tij. Me prek nderin e tij, prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e mbrojtin këtë rast edhe Abdulrahman ibn Aufin edhe Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Prandaj do të më pas njëri shumë kujdes në raport me sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sidomos për raste domethënë që ka pas zonka të këtilla ose probleme domthon me sahabë, mos me i përmend. S'ka nevojë hiç me i përmend. Dikush thot po dojna me studiu çka ka ndodhur mes Muaviut edhe Aliut atëherë pse qysh tek cilë e pat mirë, cilë e pat gabim, s'jon ato për ty asnjëna. Hiç asnjëna s'jon për ty. Ti veç dosh me ditë që Aliu radhiyallahu ta'ala anhu ka khalifja i katërt, edhe dhëndri pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe ka pas shumë vlera të ndryshme, edhe duhet me respektu, duhet me dashur ky sahabi. Çashtu njëjtë Muaviu radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë i biri Ebu Sufjanit, edhe duhet me nderu, ka qenë sekretari pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pra ka shkruajtur wahyin, edhe duhet me nderu me respektu si sahabi. Çto dosh me ditë ti? Po e pse këta kanë luftuar mes veti? Po çka po të vin ty pse kanë luftuar mes veti? Çka përfiton ti nëse e din pse kanë luftuar mes veti? Po do me ditë se ka pas mirë, se ka pas keq. Çka po të vin ty me ditë se ka pas mirë, se ka pas keq? Çka ti në punë kjo? Çka? Atë kam me ty me gjyku tash mbas se kanë vdek ato? Atë kam me ty me bë dua për ato që ka qellu, me bë dua që Allah azza xal më shpërbly, e këto që ka gabu me bë dua që Allah azza xal më fala? Jo pse Allah azza xal i ka fal ata, i ka mëshiruar. Na jemi mas 34 gjenerata mas tënve. Mos kemi të bëjmë kërgjë me ta. Veç që mi dashtë, mi respektuar, mi nderu. Kushdo që fol keq për ta, na me dalë në mbrojtjen e tënve. Se ata i dojmë më shumë se familjet tona, më shumë se të afërmit ton, më shumë se kushdo tjetër. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, do thotë që kjo është shndrimi që na duhet me pas kashi sahaba, edhe me pas kujdes domethënë në gjanat që kanë ndodhur mes tyre, mos me u përzi, mos me u marr me ata, sepse pastaj njeriu e ekspozon veten kashi fitnave. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fol mirë për Khalid ibn al-Walid. Edhe ka përmend do thotë në për libra të biografive, përmendën vlera të ndryshme të Khalid ibn al-Walid. Do thotë hadithin që përmendëm se e ka thënë pejgamberi alayhi salam seyfun min suyufillah, që në shpat prej shpatave të Allahut azza wa jall. Andaj, don kjo ka qenë lavdërim për ta. Pastaj po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një rast kur kishu Omer ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu me umladh sahabëve zakatin. Ka shku me umladh zakatin sahabëve. Kur kthehen te pejgamberi alayhi salam ja përmendën thënë tre veta se kanë dhënë zakatin. Filani edhe në mesin e tyre më thot Khalid ibn al-Walid. Apo ja mëson mi përmend të tret. Thot filani kështu, filani kështu, thot për Khalid ibn al-Walid, thot wa amma Khalid fa innakum tadhlimuna Khalidan. Kurse thot se përket Khalidit, thot jeni ty bë zullum atina. Jeni ty bë zullum. Thot qad ihtabasa adra'ahu wa a'tudahu fi sabilillah. Thot sepse ai ato prazmorët e tij, edhe mjetët e luftës që i ka pas, edhe kalin e tij, gjitha këto ai i ka rezervuar në rrugt të Allahut azza wa jall. Sepse këtu ka ndodhur domethënë një keq kuptim. Të sahabët që kanë qenë bashkë me Omer ibn Khattabin, kur kanë shkuar me marr zakatin Khalid ibn al-Walidit, ja kanë pa çdo pasuri, e kanë ndeshur me marr zakatin për çdo pasuri. A ky s'u ka dhënë? S'u ka dhënë. Pse? Se ai si ka pas të pasuri që
i ka depozitu për me bë tregti me to ose me përfitu prej tyre. Ama pasuri që i ka depozitu në rrugt të Allahut Azza wa Jall. I ka rezervu që me luftu me to në rrugt të Allahut fuqiplot. Veç që ato i ka pas. E këtë ja ka tërgu për janë sami, ka thënë jeni të i bo zullum njerit. Pse thuni kështu që s'peje? Kjo është zullum ndaj ti. Sepse ai këto i ka, për janë sami, i ka kuptu, do më thënë, atër mentalitetin e se cilit për sahabëve. Ka ditë Khalid ibn al-Walid, kjo është do më thënë, i djegun për gjihad. Njeri do më thënë, çka më thënë, ditë e natë, i zgjuar e në gjëmë, ai ka jetu veç për gjihad, ka qenë i kallën për gjihad. Edhe pasurin çka ka pas, që ato do më thënë, që i ka pas, që më thënë, si këtë e natë që thënë, si farë maraklit kërrave, kësi që, ai ka qenë maraklit gjihadit, vëlla. Edhe i ka nejtë gati ati kalit veç që më kon i fort edhe i trajnum edhe fit këtë jenë puna me shkën luft. I ka nejtë gati aty në shpata që mos mu dryshke, mos mu dopsue, më kon të forta të fuqishme, veç që këtë delë në luft mas ne mos mi u thy. Qashtu pasmorët e ti është kujdes për to, se ka qenë marakli i gjihadit. E për jasami, i ka njohë sahabët e ti. E për atë, ju ka të regu, i ka thënë, Khalidit veqenin të i bo zullum se aj, në atë pasuri që e ka, mos menoni që është e depozitu për me bot tregti me to mas ne, mirë po e ka rezervu në rrugë të Allahut Azza wa Jall. Andaj kjo ka qenë lavdat për Khalidin radiallahu ta'ala anhu. Pra këto kanë qenë disa prej gjanave që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka bërë gjatë këtyre ditëve sa ka qëndru në Mekë, si kontribut në përhapjen e tauhidit edhe në çrënjosjen e shirkut nga zemrat e njerëzve. Sepse çlirimi edhe liria e brendshme duke ju nënshtruar Allahut Azza wa Jall, ajo është shumë më madhështore, shumë më nevojshme, shumë më vlefshme se sa çlirimi edhe liria e jashtme trupore edhe fizike. Dikush mundet me qenë në burg, në një skut, ku qëndron me vite, ama adhuron Allahun Azza wa Jall. Ai është shumë më i lirë, edhe shumë më i çliruar se sa ai tjetri që ka ndoshta këtë dynjan para vetes, mundet me amajt ka don për pjetet e poshtë, me veshë me hangër çka don, ama është i robëruar nga pasuria e tij, është i robëruar nga dashuria për famë, nga dashuria për dynjan e kështu me radhë. Ai llogaritet njëri i robëruar, kurse ky tjetri në çeli llogaritet njëri i shpëtuar dhe njëri i lirë. Prandaj, ky ka qenë një mesazh i fuqishëm prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që muslimani duhet me i kushtuar rëndësi tauhidit edhe besimit të tij, edhe kudo që mundet me pas ndonjë shenjë të jahilietit, ndonjë shenjë të fanatizmit të nënçmuar, me u pastru prej saj. Me mbet i pastër tauhidi, i pastër akidja, i pastër besimin Allahun Azza wa Jall, edhe fanatizmi vetëm me qenë për dinin edhe fen e Allahut fuqiplot. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë këtyre ditëve ka disa gjëra dohen që përmenden, do thotë i bëri disa gjykime gjatë këtyre ditëve. Mirë po para ato inshallah do të flasim në takimin tonë të ardhshëm me lejen e Allahut Azza wa Jall, duke lutur Allahun fuqiplot që mëkatet tona që i bëm me dije, ato që i bëm pa dije më na i fal dhe më na të kalu për do thotë më na i të kalu. Pashtu duke lutur atë që më na mundsu me e pa vërtetën si të vërtetë dhe me ndjek atë dhe me ju largu, me pa devijimin si devijim dhe me ju largu atij. Pastaj më na mundsu me vdek në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në botën tjetër me na ringjall me njerëz të mirë, me shahida, me njerëz sinqertë me pejgamber dhe më na fut në xhenetin e tij, në firdausin e tij të lartë. Qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa atubu ila Allah.